Në qoftë se nuk vërtet si ai hapni vendin se do hidhe me merr gjithmonë fjalën. S'ka si problem. Për ta se nuk e marr fjalën punë. Jo, provoj një herë pa britma, do shohësh që do e marr gjithmonë. Provova herën e fundit. Jo. Provoj një herë pa britma, si gjithë të tjerët ke parë që provoj, bëj çdo pyetje që do pa britma dhe pyetje. Kaq, po i bëre këtë, po i plotësoj të dy kushte të thjeshta të edukatës së qytetarit, i ke gjithmonë përgjigje. Gjithmonë. Po hapni vendin se do hidhen. Ja, tjetëri. Asaj ma. Janë të mira? Ju e keni ndryshe, e keni si ajo telenovela Vitrinat. 1000 epizoda. A e do, as e do. A të do, as të do. Po si janë raporte? Ja. O zot. Po të ketë përgjigje s'vazhdon telenovela. Si do e bësh ti, a e do, as e do. Ha? Se gjatë telenovelën të nuk ktheni një përgjigje nëse do pranoni vendimin e JKK për balluar. Unë është shumë e thjeshtë. Tash përgjigjem, pra, ti në konferencë shtypje. A do merrni fjalë në konferencë shtypje? Nëse do plotësosh këto dy kritere. Jo, kriteret i kanë plotësuar gjithmonë. Jo. Ja, tani s'po e plotëson kriteret. Po thua hapni vendin se do hidhen prap. Pse duhet biesh ti në sy gjithmonë me ulërim? Nëse kryeministria do kishte bërë një reagim që të dje, se çfarë mendon për vendimin e JKK-s, nuk do të pyesja fare për këtë çështje sot. Konferencë shtypi, merre fjalën, fol me etik edhe je rregull. Do ta marrësh përgjigjen për çdo pyetje që do bësh, gjithmonë. Vetëm se duhet me etik. Nuk marr të drejtën e pyetjes asnjëherë. Nëse do të përmbush çdo dy kritere, unë do thyej çdo rregull do ta jap gjithmonë drejtën e pyetjes. Por jo për miting, për pyetje dhe për të marrë përgjigje. Po e bëre këtë, kem rregull.